Një 25 vjeçare shqiptare nënë e 3 fëmijëve, mes tyre një foshnjë, është rasti i parë që një grua ekstradohet nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë për të vuajtur një dënim me burg. Lirie Delishi, 25 vjeçe, do të dërgohet në burgun e grave në Pogradec për të vuajtur një dënim 4 mujor pasi u shpall fajtore për përdorim të një pasaporti të falsifikuar rumune në vitin 2019, teksa tetonte të udhëtonte nga Tirana drejt Romës. Gjykatësi miratoi ekstradimin e saj duke theksuar se rreziku që Britania të shihet si një streh i sigurt për kriminalët është shumë më i madh se sa pretendimet e 25 vjeçares se ekstradimi do t'i cënonte të drejtën për jetën familjare sipas Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit. Gjatë seancës në gjyq, Delishi, e cila ishte shtatzan me fëmijën e tretë, deklaroi se ndarja nga fëmijët do të ishte e tmerrshme dhe se partneri i saj Edmond do të vonte ndarjen nga foshnjë për sa lindur. Partneri i saj dëshmoi se zotëron 2 biznese në Mbretërinë e Bashkuar, një kompani ndërtimi dhe një lavazh makinash, dhe tha se ekstradimi i gruas së tij mund të ndikojë edhe tek punonjësit. Delishi pritet të apelojë vendimin, por nëse humbet do të vuajë dënimin së bashku me foshnjë në burgun e vetëm për gra në Shqipëri me kapacitet 110 persona.